Më quhem Ganilet Marina, jam kryetare e Asociacionit të Tenisit me Karroca në Kosovë. Për herë të parë, ky asociacion u formua në vitin 2022. Unë që në fillet e para të fëmijërisë time kisha gjithmonë pasion tenisi, por për fat keq unë këtë sport nuk mund ta luaja, duke marrë parasysh pjesën infrastrukturore në vendin tim Kosovë. Për atë, ëndra ime gjithmonë vazhdonte për këtë sport. Gjithmonë e shikoja nga televizioni, edhe një ditë ndroja që këtë sport ta zhvilloja edhe vetë. Për shkak të pamundësisë, kur isha fëmijë që ta luaja këtë sport, të pamundësisë si fëmijë të luaja këtë sport, për shkak të diagnozës ime si distrofi muskulare, unë ndroja një ditë ta realizoja këtë ëndër. Në fakt, kjo ëndër u realizu në vitin 2022, kur për herë të parë Komiteti Paralimpik i Kosovës formoi 5 parafederata, ndërto dhe federata ime e tenisit me karroca. Unë mora këtë drejtim ta udhëheqja këtë organizat, edhe sot e kësaj dite unë udhëheq këtë organizat dhe në fund të këtij muaji unë prap rizgjedhem edhe një herë në mandatin e dytë zgjedhem si kryetare e asociacionit nga delegatët e 5 klubeve të mia. Unë jam me fat që prap do të vazhdoj ta udhëheq këtë asociacion, duke marrë parasysh që në Kosovë ky sport nuk zhvillohet, me pretendimin dhe me gjitha qëllimet mia unë do ta zhvilloj këtë sport, po gjithmonë duke pasur sfida një pas njëshme. E për ta luajtur këtë sport është goxha sfidë. Sfida është infrastruktura dhe pajisjet tona sportive. Ftoj të gjitha vajzat dhe fëmijët me aftësi të kufizuar që t'i bashkangjiten këtij asociacioni, që ta formojmë një asociacion të mirëfillt të Kosovës.